Nga një qendër verore që e kishim të hapur më përpara, e kemi 24 orë për ditët në shërbim të pelegrinazhit. Dhe në fakt, nga 300 mjek dhe infermier dhe personel shëndetësor që hapëm thirrjen, janë 700 që kanë aplikuar. Po, ministre, janë 700. Kjo është një lajm shumë i mirë, sepse tregon dedikimin, interesin, por edhe për kushtimin në të njëjtën kohë për të shëndetësisë. Edhe na jep hapësirën që nëse ndonjëri nga personeli tërhiqet përgjatë sezonit, të kemi mundësinë ta zvendësojmë me mjekët dhe infermierët e Hapësirë të madhe biles. Të vitu përmirësua, shtua edhe 24 orë shërbimi për pelegrinazhin fetar dhe vitin tjetër një risi tjetër, kështu çdo vit kemi nga një risi. Po, gjithsesi në qeshor besoj se fillojnë vazhdimisht. Po, do të jetë 24 orë. Ajo është nuk diskutohet, po. Sepse gjatë verës së shtatë. Do jetë gjatë gjithë sezonit. Atë e kemi, ajo është një nga risit që kemi kjo dhe në ligjat e Elbasanit, që është pastaj për fundjavat. Ministre, madje do shtoja që vitin e shkuar, duke qenë se ishte hera e parë që ne hapnim qendrën shëndetësore verore të Kishës së Shtandot, për gjatë muajit qershor ka qenë qendra verore me numrin më të madh të vizitave. Pra ka mbajtur më shumë sezona si Durrësi, si Shëngjini, si Velipoja, Megi e ka ndjekur nga afër, edhe për plotësimin me staf, edhe për vendosjen në dispozicion të ambulancës nga spitali. Gjatë gjithë kohës kanë shumë ishte praktik që është një praktikë e mirë, po edhe që besimtarët janë jo vetëm ata të besimit katolik, vinë nga të gjitha. Këtë mësova që është shumë bukur. Jo vetëm Marta, në vitet që nuk lejohen, njerëzit do ngjiteshin me fshehurazi për të ardhur, për të marrë ujin e bekuar. Ujin e bekuar për të marrë bekimin e Zotit.